Miqtemi dashur, faleminderit shumë që po na shkruani vazhdimisht edhe për bisedën që këtu e patëm, edhe për gjithçka tjetër që kemi kërku, qysh prej kur e kemi nisë jeta sot me e realizu kështu drejt për drejt me juve. E thash që kemi me shku me Medveç, po fatkeqësisht po më tregon që për shkak të kohës i është dashur që të lëviz mysafiri, sido që tjetë, do ta kemi pa diskutim, ose nesër, ose ditët në vazhdim, sepse na nevojitet shumë ta shohim pak jetesën e shqiptarëve në Medveç, edhe të marrim një këndvështrim pikërisht prej dikujt që jeton atje, sepse unë e di sa sfiduese është jetesa në mes serbëve atje, pra do thotë komunitetit serb, dhe pa diskutim që asimilimi gati se ka dashur që të ndodhë në shumë e shumë raste në përvendet tona që i kemi, po ka shumë prej tyre që e ruajnë edhe traditën edhe gjithçka tjetër, andaj pse të mos se kemi drejt për drejt në emisionin Jeta Sot. Për fund, po e shohim bashkë një video që na e ka dërguar kampioni i judos Anton Cena nga Spliti i Kroacisë. Kur e kemi përmend që mund të dërgoni video të ndryshme, të na përshëndesni, ta tregoni prej ku jeni, lëvizim prej kësaj studio me Evropën, me botën, dhe në viset e tjera të Kosovës. Ditën e djeshme e kemi pas për shembull prej klubit Alpin Malsia nga Kuqishta e Rrugovës, e sot e kemi nga Spliti i Kroacisë. Na ka dërgu një video prej atje, do ta kemi shumë shpejt edhe në studio për të tregu për krejt profesionin e tij që ushtron prej kohësh dhe nuk e ka vetëm një, po sigurisht ushtron disa profesione edhe si police, po ashtu edhe si kampion në judo. E falenderojmë shumë zotin Anton Cena për këtë video. Unë këto dhe po e mbyll pikërisht me këto, duke i uru juve një ditë sa më të mbar. I falenderoj shumë edhe sponsorët e emisionit, Telkos, interneti me shpejtësinë e dritës, është Midea për kondicionerët që me dojë mos na duhen në këto ditë të ftohta, dhe pse po shkojmë drejt përmirësimit të temperaturave, dhe faleminderit Amari Center për mundësinë që ti kemi veshjet në këtë emision. Paqet shëndet, shihemi nesër në terminin e njëjtë prej orës 19:00. Mirëmëngjesi për Jeta Sot, unë Anton Cena i quajtur kampion i cili nuk ndalet kur, me që tani për momentin gjindem në Split për çdo ditë, po e shfrytëzoj rastin që në mëngjes një ditë vrapim, një ditë bicikletë, i kombinoj këto ushtrimet, mos të janë të njëjta dhe mos të janë shumë të mërzitshme. Sot gjindemi në kampin apo në parkun Marian, i cili është parku më i mirë i Splitit. Sfida e sotit është bicikleta, dje ka qenë vrapimi, me që ka qenë moti mirë, sot moti pak është i vënd, me gjithat është i mirë, temperatura është -1, tu mbas për shini detin e bukur Krak. Këtu e kemi bicikletën time, e cila terrorizohet për çdo ditë. Dhe të terrorizohet, tani se shpejti ja kam druzin gjirët edhe gjithë mekanizmin, për arsye se në përvjesht e larta është demolu pothuajse plotësisht. Për momentin janë kaluar 37.000 kilometra deri me tani, vazhdojnë në kilometrat e radhës. Sot është radhën e ka shtegu bicikletës deri tek antena e Splitit apo e parkut Marian. Por shpresojmë që do shihemi së shpejti në televizion. Mirupafshim.